think it was Serbia, maybe also Russia, but Serbia for sure. Are you sure? Yes. Pas publikimit të një video, e cila u publikua nga komedianët e famshëm rus Vovan dhe Lexus me kryeministrin Albin Kurti, për të cilin thanë se ky i fundit ka rënë prej mashtrimit të tyre, ka reaguar kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku. Abdigjiku ka postuar në llogarinë e tij në Facebook një video teksa shihet duke kapur kokën me dorë në gjendje shoku, derisa në tavolinën e tij në laptop shihet fotografia e Kurtit në intervistën me komedianët rus, të cilët u prezantuan si presidenti i Letonisë. Ndryshe, zyra e kryeministrit ka reaguar duke thënë se ngjarja ka ndodhur më 11 shkurt pas zgjedhjeve, kur Kurti po pranonte një numër mesazhimi, urimi dhe për rezultatet e zgjedhjeve. Në sqarim thuhet se për shkak të kohës, nuk ishte gjithnjë e mundshme që të kryeshin verifikime të plota të secilës thirrje. Në kuadër të bashkëpunimit bilateral, Policia Ushtarake e FSK-s ka realizuar trajnim të përbashkët me Policinë Ushtarake të Kroacisë. Fokusi i trajnimit ka qenë në fushën e mbrojtjes së afërt dhe antiterrorizmit, me qëllim përmirësimin e aftësive të personelit të dy forcave policore në menaxhimin e situatave të sigurisë dhe luftimin e kërcënimeve të mundshme. Gjatë trajnimit janë zhvilluar aktivitete intensive që kanë përfshirë qitje me armë të shkurtra dhe të gjata, si dhe skenar të ndryshëm për pastrimin e objekteve, ngasjen e automjeteve në poligonin përkatës me pengesa dhe shoqërimin e sigurimi i vipave gjatë ecjes në natyrë, hiking. Përveç trajnimit intensiv, gjatë kësaj periudhe është realizuar një shkëmbim i vlefshëm përvojash dhe një urish mes dy palëve pjesëmarrëse. Ky aktivitet i përbashkët është një hap i rëndësishëm në thellimin e marrëdhënieve dhe intensifikimin e bashkëpunimit të vazhdueshëm mes Policisë Ushtarake të FSK-s dhe asaj të Kroacisë. Zyra e kryeministrit të Kosovës ka reaguar lidhur me rrengun e dy komedianëve rus, kur apre pak ditë më parë shefi i qeverisë Albin Kurti. Përmes një deklarate, zyra e kryeministrit shkruan se ngjarja ka ndodhur më 11 shkurt, pak pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, në një periudhë kur Kurti po pranonte mesazhe të shumta urimi dhe telefonata për rezultatin e zgjedhjeve. Po ashtu në deklarat thuhet se ky incident fatkeq përforcon atë që kemi e ditur prej kohësh. Rusia është e fiksuar pas Kosovës dhe vazhdon të ketë sak vendin ton. Në përfundim, deklarata e zyrës së kryeministrit thotë se Albin Kurti gjatë asaj bisede ka mbajtur të njëjtin qëndrim me ato zyrtar për çështje të ndryshme. Kujtojmë se dy komedianët rus, Vovan dhe Lexus, kanë organizuar një bisedë me Kurtin, duke bërë atë të besojë se ishte duke folur me presidentin e Letonisë, Edgar Rinkevich. Në videon e publikuar në Rumble, Kurti duket të çliruar në bisedë me atë që mendon se është Rinkevich, duke folur për gjithçka nga Richard Granul e deri te Milan Radojčić.